Kallëza jonë ka një fytyrë të këndshme, flokët i ka të verdha dhe faqet e kuqe. Jam ka se ardh me fustan të verdh, fushave të shatit piqen mu në verë. Vina të kombajnat, korin e veshin, prapa kalamajtë, por si zogjirin. Fusha s'lana kokoro, kanë këndojnë për mua, duart punatore ho, o sa forti dua. Mirë dita, Arabel, ke ardhur të shohë shkorjet? Në të vërtet, Arabeli ka ardhur për të rrëmbyer në një kallës. Shoqet e mia të gjitha shkuan me autokombajnen. Vetëm unë beta këtu. Po nuk do të rish shumë, sa të vinë fëmijët që të më marrin. Nga kjo gjë Arabelit nuk i erdhi mirë, se ai e donte për vete kallëzën. Arabel, unë dua të shkoj tek fëmijët. Të lutem, Arabel, më çu tek fëmijët. Sikur ata të kishin arritur më parë. Por ata tani janë larg e s'më shikojnë. Dhe vërtet fëmijët mezi dalloheshin së këtemi. Kaq larg kallëza s'ki shipur kur. Për një çast ajo u dëfrye kur pa fshatin e bukur, me shtëpi të bardha e qatit kuqe midis pemëve të blerta. Tutje malet me taraca e atje rrezë pyllit dhënte bardha që kullosin. Ai sa për një çast e haroi ku ndodhej, po Arabeli ish aty. Ati ju kujtua një vajzë e vogël e llastuar dhe menjëherë mendoi me dinakri. Do ta çoj kallëzën tek ajo. Dhe e mori fluturim. Kallëza u dëshpërua shumë. Sa ju dhimbs copa e bukës që i kishin falur kallëzat shoqet e saj, kësaj vajze mos mirënjohëse. Mos mirënjohëse. Unë i njoh fëmijët, ata më duan shumë. Pse vetëm kjo vajzë e llastuar banon këtu? Dëgjoj, Arabel, fëmijët e tjerë më duan shumë. Ata janë të mirë dhe hanë të gjithë copën e bukës. Më çu të lutem në kopshtin e fëmijëve. E çfarë të bënte Arabeli tani? E kishte marrë ria e si pritej t'i hante kokrat e shishme të grurit. Por, që kushtonte t'i plotësonte dëshirën për të fundit herë? E mori pra kallëzën e vogël dhe shkuan te kopshti i fëmijëve. Që drek të shishme han ata, dhe sa mirë han, pa lënë as edhe një thërime buke, dhe jo si që bënte ajo vajza e llastuar. Kallëza e grurit, kallëza e grurit. Shikoni, shikoni Arabeli. Arabeli u tremb dhe iku, ndërsa kallëza e vogël nuk mbeti vetëm. Më në fund ajo ndodhet pranë fëmijëve të dashur, ashtu siç kishte ëndërruar.